1 milion kam përshtypjen se kushton pak më shumë, po pa përpoqshme, ky është qëllimi. Jo, një sekond. Kjo zgjidhja përpoqshme duhet të bjerë Rama. Një sekond. Se si bie Rama, se Rama. Një sekond. Burimi. Të paqshme dhe as me protestë të dhunshme, nuk bie ky Rama. Do thashë një herë nuk ka autokrat të largohet vetë. Dakor. Që kjo protesta po përmbush qëllimin sepse po çon ndërkombëtarët thotë një plan B pas Ramës. Okej, pyetja është e thjeshtë atëherë. Edhe e thjeshtë edhe e komplikuar. Unë në teorinë dhe në opinionin tim jam për një mocion mos besimi, pra do një konsensus të gjerë. Por pyetja që i bëjnë gjithë vetes, gjithë shqiptarët në këto momente është si shkohet deri te qeveria teknike nëse Rama nuk do ta japi dorëheqjen? Aulon dhe më pas ta fillojmë nga Auloni. Sigurisht që me mjetet... Cilat janë mekanizmat? Po, mekanizmi do jetë drejt parlamentit, se nuk ka mënyrë tjetër, domethënë. Kjo nuk diskutohet fare, pra kjo duhet një dakordësi e madhe. Shiko, unë e kuptoj se çfarë thot Genci dhe cila është vija logjike e tij, por po flasim pak me terma praktik se çfarë po ndodh në protestë. Sigurisht që është në drejtën e tyre për me kriju edhe parti politike, për me konkurruar etj, sepse në fund fare këtu do shkohet drejt votës, patjetër, sepse me anë të votës do vihet në pushtet dhe me anë të votës ikën nga pushteti. Gjykoj që duhet një tryezë shumë e gjerë, siç ka ndodhur edhe në vende të tjera, që kanë pas hallet tona dhe problemet tona, s'po them unë qeveria pajtimit kombëtar që ka ndodhur 1997 në Shqipëri, e cila ishte një qeveri edhe ajo tranzitore, po ta kujtojmë, deri që e futi vendin në zgjedhje të reja dhe u prodhu pastaj majoranca e re në Shqipëri. Mendoj që ky është mekanizmi vetëm politik për t'i dhënë zgjidhje krizës, përveç një mocioni mosbesimi që një pjesë e socialistëve të bashkojnë votat me demokratët në Parlamentin e Shqipërisë për me ndryshuar kryeministrin. Pra, në mënyrë tjetër nuk ka, përderisa pe i përmbajmë protestës paqësore gjithmonë, dhe unë jam sigurisht për linjën e protestës paqësore. Burimi? Rama që të largohet, sot kemi nevojë për 2 këmbë të protestës. Këmbën e brendshme, që ka nisur para një muaji o shumë, për dhe këmbën e jashtme. Kur Ismail Qimali e bëri Shqipërinë vend të pavarur, më 1912, nga jo epokë edhe ne vetë kemi në suvenire, në për foto, në për kataloge, kemi 2 këmbët po ashtu. Kemi këmbën e asaj, atij akti të pavarësisë, me ato filmat, që firmosin Shqipëria për vend të pavarur nga Turqia, po kemi edhe këmbën tjetër me fotografia dhe me imazhe. Ai Ismail Qimali që nisesh, ju kujtohet me tani me Velfu që para ato kancelerit në Evropë. Prandaj është këmba e dytë që do lëzoj Ramën, duke o mbështetur tek këmba e parë. Sepse edhe për lëzoj Ramën ti me dhunë, pas ta njohu Perëndimi, se viti e zi, të dyja shkëparele, por që këmba e dytë, e të kombëtarëve të funksionojë, duhet që këmba e dytë të vjesh në presion. Prandaj Perëndimi sot në mënyrë indirekte edhe Rama, edhe protestuesit me ndërkombëtarët komunikojnë. Këto janë mesazhet. Rama i çon mesazhe kombëtarëve, shikoni, mos lëvizni, te kanë koc, që kanë koc, po plus që këta janë por iranian, por ashun, janë si në Rumani, si rrydhë ndërkombëtar në Rumani, kujtohet që janë ulluar raundën e parë të zgjedhjeve të Georgievskut, sepse ishte mbrapa algoritmi rus, kështu është në Shqipëri njësoj. Përse Rumani nuk llokuat edhe Shqipërinë? Ky është mesazh i Ramës për ndërkombëtarët. Sigurisht nuk funksionon, sepse s'ka lidhje fare, në Shqipëri nuk është algoritëm ashtu. Po mesazhi i procesuesit ndërkombëtarëve në mënyrë indirekte, nëse kaptuar. I njëjti është ju të kombëtar, kote keni që boni Rama, sepse edhe neve nuk largohemi. Na tregoni të kombëtar në këtë kontinent, edhe në Francë nuk flasun, është djepi i protestave, një protestë as në Serbi, ku ke çdo ditë, tani çdo natë, tani ke çdo ditë, 36 ditë. Dhe kjo do bëj që Rama të bjerë. Do bëj edhe një herë veprimi i ndërkombëtarëve dhe ka filluar. Mos e merrni me jo seriozisht këtë që kërkon kongresmeni amerikan që është janë të bësh me Maduron. Po ashtu po nuk që Rama në Turqi, në Ankara, ky ka qenë në gjësamit natën, dhe këtu po ngjiset ajo janë të gjitha asortimentet që të dalë ajo që
protesta.